E tmerrshme, tentojnë ta përdhunojnë. 23 vjeçaria hidhet nga shkëmbi. Një 23 vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë pasi ka rënë nga një shkëmb dhe ka marrë dëmtime të shumta në trup. Hanan Gavios ndodhej për pushime në Tajland dhe kishte zgjedhur që të vizitonte disa nga zonat turistike. Një banor i zonës ju ofrua vajzë si ciceron, duke mos i kërkuar para në shkëmbim. Por teksa ishin duke ecur në një zonë të papopulluar, ai ka tentuar ta përdhunojë. Hanan ka vrapuar për t'i shpëtuar, por ka rënë nga një shkëmb duke marrë dëmtime serioze. Shkruhet se vajza amerikane ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa djali është arrestuar dhe do të përballet me akuzën e dhunës seksuale.